Situata me mbeturina vazhdon të mbetet jo e mirë në fushë Kosovë, thonë qytetarët. Ata thonë se nga kundërmimi si shkak edhe i temperaturave të nxehta mund të ndikojë edhe në shëndetin e tyre. Qytetarët bëjnë apel që të ndërmerren masa që kjo gjendje të ndryshojë. Ky bërllog nuk bën kështu me kanë. Janë edhe njerëzit janë të rrezikun, se edhe qat porin këto. Janë edhe fëmijët të rrezikun. Edhe aty në ju kisha lot që t'jenë pak më të përgjithshëm me këta bërllog, të qisin atë ku e ka venin. Jo vetëm të qeli kjerën edhe të gjujq ato. Ju kisha lut që kam pa kujdes për shkak shëndetësisë njerëzve. S'ki as kur del fëmija, as del kur gjofi, lën, gazer, bërllog. Shqetësime për gjendjen me mbeturinat kanë shprehur edhe partitë në opozitë, duke kërkuar masa konkrete për zgjidhjen e problemit. Kur kjo gjendje pritet të ndryshojë për shkak se komuna e Kosovës ka kontraktuar një kompani private për mbledhjen e mbeturinave në të gjendjen e terrenit të kundërtën. Prandaj kërkojmë nga komuna e Kosovës që bashkëpunim me Kryemin e Pastrimin të ndërmarrin veprime konkrete që të rrisin kapacitetet urbanuese dhe kjo gjendje të ndryshojë sa më shpejt. Nga kompania Pastrimi, përmes një përgjigjeje me shkrim, thanë se grumbullimi dhe largimi i mbeturinave në territorin e komunës së Fushë Kosovës realizohet nga operatorë të ndryshëm varësisht nga zona. Sipas tyre, Kryemin e Pastrimi ofron shërbimin e grumbullimit të mbeturinave në zonat rurale, përkatësisht në fshatrat e komunës së Fushë Kosovës. Ndërkaq në zonën urbane brenda qytetit të Fushë Kosovës, shërbimi i grumbullimit dhe largimit të mbeturinave kryhet nga kompania private e kontraktuar nga komuna e Fushë Kosovës. Megjithatë, nga kjo kompani bëjnë të ditur se nëse shfaqet nevoja largojnë mbeturina edhe në zona urbane. Ndërkohë, komuna e Fushë Kosovës thotë se kapacitetet aktuale nuk janë të mjaftueshme për sasinë e mbeturinave që krijohet, duke theksuar se ka kontraktuar 4 kamion për të pamjaftueshëm për t'i përballur nevojat. Ta 4 kamion nuk po janë të mjaftueshëm për sasinë e mbeturinave që është në Fushë Kosovë, mirë po nëse kompania regionale Pastrimi na asiston me punëtor fizik, të cilat edhe kena marrë veshin, numrin e kamionave, kompania private është gjendje me rrit sa ne kërkojmë. Komuna ka bërë të ditur se pritet edhe blerja e kamioneve të rinj, të cilët sipas tyre pritet të ndihmojnë në përmirësimin e gjendjes.